Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi sot në fillimin e një playliste të re në raport me lëndët që po trajtojmë në këtë kanal dhe do të nisim sot inshallah një listë videosh e cila do të trajtojë lëndën e hadithit. Hadithi në vetvete do të zbërthehet në lëndë përbërëse më të vogla, por se kjo e sotme do të trajtojë specifikisht tefsirin e hadithit, që do thotë komentin ose shpjegimin ose interpretimin e fjalëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, veprave të tij dhe miratimeve të tij. Si referencë kemi marrë një kombinim librash dhe kjo është hera e parë që paraqesim diçka të tillë në këtë kanal, sepse në playlistat e mëparshme kemi paraqitur nga një libër të caktuar për secilën lëndë si referencë dhe kemi filluar ta përkthejmë nga fillimi deri në fund. Kurse në rastin konkret do të marrim më shumë se një libër si referencë dhe pjesë të ndryshme të secilit prej tyre do t'i përfshijmë në një artikull të vetëm i cili do të lexohet në arabisht edhe në shqip si të videot e tjera. Konkretisht kemi marrë si referencë librin Ma'alimus Sunna an-Nabawiyya, pra gjurmët e traditës profetike, libër me 3 vëllime në gjuhën arabe, i përgatitur nga autori Salih Ahmed Ash-Shami, libër i cili koleksionon vetëm hadithet e sakta nga koleksionuesit e vjetër referencë ose nga autorët që kanë realizuar koleksione hadithesh. Pra bëhet fjalë për 14 koleksionet më kryesore që njihen ndërmjet dietarëve të vjetër dhe të vonshëm, dhe ky autor, që është prej bashkohorëve, ka mbledhur hadithet e sakta pa përsëritje prej secilit prej këtyre koleksioneve dhe ka formuar një koleksion të ri, i cili është i thjeshtuar për cilindo prej lexuesve të thjeshtë apo dhe për studiuesit. Ai është gjithashtu shumë i përshtatshëm për tu memorizuar, shumë i kollajshëm dhe është shumë i përshtatshëm dhe për mësimdhënie. Për këtë arsye, ne si fillim në këtë kanal Shtëpi e Dijes në YouTube, playlistën e parë që kemi marrë si referencë ka qenë pikërisht në hadith dhe ka qenë pikërisht ky libër, të cilin është duke e përkthyer aktualisht imami i xhamisë së Lushnjës, Hoxha Alban Puka. Ne lutim Allahun që ta shpërblejë me shpërblimet më të mira. Ndërkaq, të njëjtin libër dëshirojmë që me kalimin e kohës ta përdorim edhe për mësimdhënie në lëndën e memorizimit të haditheve dhe po të njëjtin libër do ta përdorim edhe si referencë në komentin e haditheve, që është kjo playlist që unë sapo nis. Ndërkaq, ai si libër përfshin vetëm hadithet pa koment, pa interpretim, por atij do t'i bashkangjisim inshallah komentin e një prej dietarëve më të mëdhenj bashkohor, i cili ka ndruar jetë tashmë, Allah mëshiroft, i cili quhet Muhammed ibn Ali Adem ibn Musa el Etiopi. Ky është prej dietarëve më të njohur nga Etiopia, për këtë arsye quhet El Etiopi, i cili ka kryer veprimtarinë e tij kryesisht në Medinë, në Medinën profetike, në Mbretërinë e Arabisë Saudite. Njihet si një nga dietarët më të mëdhenj bashkohor të fushës. Gjuha që ai përdor në lëndët që ka trajtuar është një gjuhë shumë e thjeshtë për të kuptuar nga ana e lexuesit, ama materiali që ai trajton është një oqean i vërtet diturie. Ai ka komentuar gjitha koleksionet më kryesore të hadithit, duke filluar nga 2 sahihet, duke vazhduar me 4 sunenet e ndoshta edhe më tej, me aq sa kemi informacion, dhe në momentin që ka ndruar jetë, nëse s'gabohem, ka qenë duke komentuar edhe Kuranin, të cilin nuk e ka çuar dot deri në fund. Por se komentet e tjera i ka plotësuar dhe ato qarkullojnë të regjistruara në YouTube me audio. Dhe secila prej tyre është një playlist me qindra video, në të cilat ai ka zbërthyer secilin prej këtyre koleksioneve me temat përkatëse. Por se këto audio janë marrë nga nxënësit e tij dhe janë shndërruar në një libër, pra janë shkruar dhe janë botuar, ndonse akoma jo të gjitha. Ne kemi përfshirë në koleksionin ton të librave në bibliotekën që po ndërtojmë, kemi përfshirë deri tani koleksionin e Muslimit të këtij autori, që është me mbi 40 vëllime dhe është
ky që ju shikoni, ky është vëllimi i parë i tij. Po ashtu kemi përfshirë shpjegimin e koleksionit të Tirmidhiut, të Nesaiut dhe të Ibn Majahs. Dhe jemi në pritje të dalin në botim shpjegimi i Sahihut Buhariut nga i njëjti autor dhe po ashtu edhe shpjegimi i Sunenit të Ebu Daudit, duke qenë se është një autor realisht gjigant në këtë fushë, Allahu e mëshiroft. Kështu që ne kemi marrë koleksionin e Sheikh Shamit dhe po e kombinojmë me shpjegimin e Sheikh Etiopit. Duke i bashkuar të dyja këto gjëra së bashku, mendoj që inshallah do të dalë një produkt shumë cilësor. Në rastin konkret, ne hadithet e Sheikh Shamit i kërkojmë me referencat përkatëse se cili numër hadithi është në secilin prej këtyre koleksioneve. Më pas e kërkojmë me atë numër hadithi në koleksionin përkatës dhe vazhdojmë me shpjegimin nga autori Sheikh Etiopi. Për shembull, hadithi i parë që autori jon ka trajtuar në temën e imanit, besimit, është një hadith i cili gjendet në më shumë se një prej koleksioneve të vjetra, por konkretisht tek Muslimi ndodhet me numrin 16 tek vëllimi i parë, tek ky libri që unë tregova. Për këtë arsye, atë koment që ka bërë autori tek 16-a ne e paraqesim këtu të përkthyer në shqip dhe me këtë lloj metodologjie do të vazhdojmë deri në fund të lëndës inshallah. Kuptohet që kjo do të marri pak më tepër kohë edhe për nga volumi i punës, por edhe nga vështirësia për kombinimin e punëve me njëra tjetrën. Megjithatë, e rëndësishme është që të ketë dobi për shikuesin. Ndërkaq jemi në vëllimin e parë të këtij materiali dhe përkthimi ka filluar në nëntor të vitit 2025. Hyrja që do të lexojmë sot do të jetë hyrja që ka përgatitur autori Sheikh Shami, duke qenë se baza qëndron tek libri i tij, ndërsa komenti qëndron tek autori tjetër, hyrjen e të cilit po ja anashkalojmë për arsye se i bie të përfshijmë shumë hyrje, domethënë nga një hyrje për secilin prej koleksioneve kryesore. Thot autori: El-Muqaddima, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahut, atë e lavdërojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Tek Allahu kërkojmë strehim nga të këqijat e vetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Atë që Allahu e udhëzon, askush nuk mund ta humbas dhe atë që ai e humb, askush nuk mund ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, një i vetëm që nuk ka ortak, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Amma ba'd, fa inna ashraf al-ulum ma kana muttasilan bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ahmadullah ta'ala an yassara lil khidma fi hadha ar-rihab El-Kerim. Pas kësaj, me të vërtet, shkencat më fisnike janë ato që lidhen drejt për drejt me librin e Allahut të lartësuar dhe me sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. E falenderoj Allahun e madhëruar që ma lehtësoi shërbimin në këtë fushë të ndershme. Famundhu 20 aman bada'tu al-amal 'ala al-jam' bayna as-sahihayn thumma tabi'a dhalika kutubun ukhra شكلت مجموعها مشروع تقريب السنة المطهرة. Para 20 vjetësh e nisa punën për bashkimin e dy veprave të sakta, pra dy sahiheve, Buhariu dhe Muslimi. Pastaj pasuan libra të tjerë që së bashku formuan atë që u quajt projekti i afërsimit të sunetit të pastër. وقد من الله تعالى بفضله ومنه وكرمه بإخراج 14 كتابا من كتب السنة الشريفة ضمن هذا المشروع وهي الكتب التي قدمها العلماء على غيرها. Dhe Allahu i madhëruar me mirësinë, bujarinë dhe dhuntitë e tij mundësoi nxjerrjen e 14 librave nga librat e sunetit të ndershëm brenda këtij projekti, libra që dietarët i kanë vlerësuar më shumë se të tjerët.
وأقدم اليوم للكتاب الخامس عشر وبه يكون تمام هذا المشروع. Dhe sot paraqes librin e 15 dhe me të përmbyllet ky projekt. وسيضم هذا الكتاب بين دفتي خلاصة وافية للكتب التي سبقته جميعها ولهذا سميته معالم السنة النبوية وأرجو أن يجد فيه كل مسلم حاجة مما يلزمه العلم به في أمور دينه ودنياه. Ky libër do të përmbledh mes dy kapakëve të tij, pra brenda kopertinës së tij, një përmbledhje të plotë të librave që i kanë paraprirë. Për këtë arsye e kam quajtur atë gjurmët e traditës profetike dhe shpresoj që çdo musliman të gjejë në të atë që i nevojitet nga ato njohuri që i duhen në çështjet e fesë dhe të dynjas së tij. ولم يكن لهذا الكتاب أن يظهر لولا الجهود التي بذلت في إعداد ما سبقه فالحمد لله على ما أعان ويسر وله الحمد كله. Ky libër nuk do të kishte dalë në dritë sikur të mos ishin përpjekjet që u bën për përgatitjen e asaj që ishte përpara tij. Pastaj falënderimi i takon Allahut për atë që ndihmoi dhe lehtësoi dhe atij i takon i gjithë lavdërimi. وفي هذه المقدمة سأتكلم عن أمرين. الأول شرح أهداف المشروع وبيان ما قدمه لطلبة العلم باعتباره أصلا لهذا الكتاب. الثاني الحديث عن هذا الكتاب. Në këtë hyrje do të flas për dy çështje. E para, shpjegimi i objektivave të projektit dhe sqarimi i asaj që ai u ka ofruar kërkuesve të dijes, duke qenë ai themeli i këtij libri. E dyta, të folurit për vetë këtë libër. Hadhihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ghurratu Sha'ban عام 1434 هجري وكتبه صالح ابن أحمد يونس الشامي. Kaq dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi zotrin ton Muhammedin, mbi familjet dhe shokët e tij, dhe lutja jonë e fundit është falënderimi takon Allahut, Zotit të botëve. Fillimi i muajit Shaaban 1434 Hijri, sipas kalendarit hënor, që i korespondon data 10 qershor 2013 sipas kalendarit diellor miladi. E shkroi këtë vepër ose këtë hyrje Salih, djali i Ahmed Yunus Shami, pra autori që ne përmendëm. Kjo është një hyrje e shkurtër, ndërkohë që më pas autori ka trajtuar në pjesët e tjera të hyrjes ato dy çështjet që u përmendën më sipër, dhe më pas vazhdon me koleksionin e haditheve dhe shpjegimi i përkatës nga ana jon me Sheikh Etiopin. Këtu e mbyllim këtë video duke i kujtuar shikuesit që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.